E ndërtuar mbi një kodër dhe e rrethuar me një natyrë magjepse, kisha e Shën Markut në Rumanzat të Finikit prete për të sjellë vizitorë dhe kuriozitar gjatë viteve të fundit. Me një strukturë të veçantë dhe me një emër shenjtori që shumë rrallë jasim në zonën e minoritetit etnik grek, ky objekt kulti ndjen vazhdimisht dorën e ngrohtë dhe kujdesin e banorëve, sidomos të familjes Kurti. Kryetari i Këshillit të Kishës zoti Thodori Kurti, duke folur për televizionin publik, shpreh lidhje shpirtërore të familjes së tij me shenjtorin e fshatit. Kjo kishë në fakt është mbi 2 shekuj. Është rënuar dhe është restauruar nga një plak këtu i fshatit, e ka mbajtur në kujdesjen e tij kishën Gjeri Savdiq. Në 65-ën është prishur nga sistemi. Vinin nënat tona këtu rreth 90-s edhe më pas. E këtu nuk ishte asgjë, ishte mbyllur me pyll. Unë kur erdha një ditës bashkë me nënën time, atë premtim më tha, sikur do që lumtur, sikur të rindërtohej. Edhe unë i kam thënë nënës që do ta ndërtojmë. E kam mbajtur fjalën dhe isha i pari që me përpjekjet e mia kam arritur gjë në këtë gjendje që është kisha sot. Aktualisht, në Rumanzan ndodhen vetëm 7 banor, por bijtë dhe bijat e fshatit në emigracion kujdesen vazhdimisht për kishën e Shën Markut, si dhe atë të profet Ilias në majën e Malit.